Urgjenca e Spitalit Rajonal në Shkodër po përballet me një fluks të lartë pacientësh të cilët i drejtohen këtij shërbimi për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Shefi i repartit të urgjencës Ardian Dajti bën me dije se regjistrohen mesatarisht 135 vizita në ditë, ndërsa numri i pacientëve është rritur ndjeshëm këtë periudhë. Situata në urgjencë paraqitet normale. Është normale tham për stinën ose për periudhën që po kalojnë. Gjithsesi ka ngarkesë që shkon mesatarisht 130-135 vizita paktën në ditët e fundit. Megjithatë thash është edhe për periudhën që po kalojmë sepse fillon të ndryshon edhe specifika e problemeve, që ose kanë filluar dhe janë paksuar numri i katareve të stinës që kena pas më përpara, tash kanë filluar dalin pak probleme tjera që lidhen me temperaturat e larta që po kalojmë. Dajti tregon se në shtimin e rasteve kanë ndikuar temperaturat e larta, aksidentet rrugore si dhe problematika të tjera shëndetësore që kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme. Kryesisht ka një rritje të pacientëve me probleme neurologjike ose kardiake, po kështu shifet se zgjatja ditës, lëvizja për turizmin të janë në rritje numri i aksidenteve. Shohim që ka prej temperaturave të larta ka dhe rritje minimale edhe të pickimeve nga gjarpni ose nga insektet cilët pa dashje bën edhe probleme për ne. Vetëm në rastet e fundit me dëshërbimet personalisht që kam pas, kam operuar një pacient huaj gjerman, kam trajtuar një pacient huaj për subokluzion, tash po merrem me trajtuar një pacient poshues nga Kosova, pra ata janë vetëm problemet kirurgjikale që po flas. Edhe gjatë kësaj periudhe verore, urgjenca e Spitalit Rajonal të Shkodrës mbetet një nga shërbimet me ngarkesën më të madhe, ndërsa mjekët sigurojnë se situata vazhdon të jetë nën kontroll dhe çdo pacient po merr kujdesin e duhur.